Sipas dokumentave të shtetit gjerman, evidentohen lidhje të Jet Bank në Shqipëri, të bankës së parë online, me pronarin e Forexit të dënuar me 4 vite burg në Austri për mashtrim me call centerat. Në këtë kuadër ngri edhe pikpyetja në lidhje me cilësinë e verifikimit të bërë nga Banka e Shqipërisë sa i përket licencimit të Jet Bank. Banka e Shqipërisë ka kundërshtuar, kurse Edi Rama ka insistuar në mënyrën më patologjike. Në këtë kontekst, kjo është banka e familjes Rama, te call centrat plaçkiqëse 24 orë mbi 24 orë. Vjedhin qytetarët italian, francez, gjerman, austriak e me radhë. Arman Josifi, ortak me Olsi Ramën, me shpejtësi të madhe rriti rrjetin e call centrave. Dhe këto para tani kalojnë në bankën Rama. Prandaj e kërkonte Edi Rama me çdo kusht bankën.